Keqtrajtimi i fëmijëve, veçanërisht kur ato janë të mitur, mund të shkaktoj pasoja serioze ndaj shëndetit të tyre fizik dhe mendor. Kështu komentojnë mjekët dhe psikologët pas publikimit të një video regjistrimi ku shihet se si një dado keqtrajton një foshnjë 9 muajshe. Mjekët sqarojnë se me shkundjen dhe me goditjen, foshnja mund të ketë sindroma të rënda shëndetësore. Faktikisht ndodh një tronditje, themi jo aksidentale, po kjo është, themi, zakonisht bëhet pra me qëllim dhe te fëmija, përveç aspektit psikologjik, ku aty unë nuk du të ndërhyj, ndodh një trias të ky sindrom dhe ato janë faktikisht 3 simptome, 3 shenja kryesore. Ajo është gjakderdhja nën mbështjellësat e trurit, që në mjekësi njihet si hematom subdural, pastaj mund të paraqitet edem i trurit ose ëndja e trurit, dhe e treta zakonisht pra është ajo që paraqitet në 80% të rasteve është gjakderdhja në fundin e syrit ose gjakderdhja te retina. Psikologët thonë se 5 vitet e para të zhvillimit të fëmijës janë më të rëndësishmet dhe se traumat e pësuara në këtë periudhë mund të ndikojnë në mënyrë negative edhe në zhvillimin e personalitetit të fëmijës. Këtu bëhet fjalë për dadon, por ka raste kur edhe vetë prindrit kujdesen në mënyrë jo adekuate për fëmijët e tyre. Sigurisht që kjo lë pasoja të thella në zhvillimin e mëtejshëm të fëmijës. Nuk përjashtohet mundësia e formimit të kriminalitetit në moshë të mitur dhe devijime të tjera nga zhvillimi, si të folurit e kështu me radhë. Psikologët thonë se në rastin e keqtrajtimit të foshnjës 9 mujore, është shumë e rëndësishme që prindrit e saj t'i mundësojnë foshnjës qetësi dhe dashuri, në mënyrë që ajo mos të bjerë në traumat e përjetuara.